Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pas këtij falërimi që i takon Allahut azza wa jall, e ne nuk mund ta falërojmë ashtu si ai e meriton, pa ai qoftë i falëruar ashtu sikur ai din për veten e tij. Ashtu sikur e kanë lavdruar pejgamberët e tij, e devotshëm të njerëz të mirë. E neve për mangësinë e falërimit të Allahut na falë, na përmirësoft, e na plotësoft me rahmetin e bujarinë e tij. Pas këtij falërimi falëroj sinqerisht hoxhën e xhamisë, nuk më nefendiun, zbarku me këshillën e xhamisë, Allahun mahiren, dhe gjitha që por kujdesen për këtë takim sinqerisht shumë vllazor dhe për mua shumë domethënës. Që të vinë nga një pjesë e Kosovës, nga fundi atje, nga veriu, e të takojmë të zbashku në këtë takim, këtë shpirt Zotit, këtë ditë bekuar të Ramazanit, sinqerisht për mua është një datë që do të mbetet në kalendarin e kujtimeve të mira, inshallah. Sinqerisht përshëndes edhe xhallarët që janë prezent, veçantë edhe kryetarin e komunës, që kuptohet që i kishte këtu, Zoti shpërblet për kohën që ka nda, për kundër angazhimeve që i ka si kryetar, dhe gjithë juve të nderuar që keni nda nga koha juaj që sot në ditë vikendi, ditë pushimi, të ndani nga koha juaj edhe vini në xhami, në shtëpinë e Allahut, e dëgjoni atë që ju ka porositë Zoti i manduar dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E bëftë Allahu këtë takim të dobishëm, të fritshëm. E dharsa Allah që ta gjejmë në vepra të mira ditën e gjykimit. Të nderuar, në Ramazan ka shumë tema që duhet me u trajtu. Dhe nuk duhet këto tema, edhe pse kanë lidhje me Ramazanin, të mbeten vetëm në Ramazan. Nga se Ramazani konsiderohet muaji i furnizimit, por nuk konsiderohet muaji i shpenzimit. Do më thonë, në Ramazan furnizohemi me devotshmëri, me dije, me punë mira, për çka? Për udhëtimin dhe Ramazan në arshin. Pra ne këtu akumulojmë devotshmëri, akumulojmë sinqeritet, akumulojmë përkushtim dhe Allah të mënduar, e pastaj në këtë akumulojmë dal nga dal, ja dalim në telashat, sfidat, kërkesat e jetës deri në Ramazan në arshin. Kujt i ka Allahu, kujt i ka dhënë Allahu imër, kujt i ka dhënë, u takofshim në xhenet. Një nga shtyllat kryesore të agjërimit të nderuar është sabri, është durimi. Vile kësha qepë që këtë temë në trajtu, për shkak se edhe jam xhamia kishte, domethënë kështot me këtë emër, andaj nuk e di historinë e emërtimit, sinqerisht, po a ka qenë ndërtues, a ka qenë njëri kësaj xhamie, tokën e kalon. Zoti xhenet ja boft. Zoti ja min familjen, e dhoshtë Allahu që ta gjen shumë të zgjeruar tokën xhenet, për tokën dunjë që ka shumë. E për javlik edhe ma shumë tash me folë për këtë temë, për emrin që e bartë këtë burri madhë Haxhi Sabriu, Zoti shpërblet. Të nderuar, me folë për sabri, shpesh herë na mendojmë se është një temë e rëndom të zakonshme. Mi thonë dikujt bë sabër, e kupton që jetu i thonë diçka sa me hek qafe. Mirë po, sabri është boshti, esenca. Problemi është se a kena kuptu sabrin si duhet. Ramazani është muaji i sabrit, është muaji i durimit. Madje shpesh herë gjen tek dietarët kur flasin për vlerën e agjërimit, e ndërlidhin me vlerën e sabrit. Pastaj aty në fund e vendosin ajet duke thënë innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Thonë se shpërblimi i agjërimit është shpërblimi i sabrit. E Allahu për sabrin thotë se durimtarëve kena më dhënë shpërblim pa llogari. Shumë domethënë. Andaj lidhja e sabrit me agjërimin është lidhje ngushtë, madje është lidhje kushzuar. Nuk ka mundësi agjërimi pa sabër. Madje asgjë në dunjë nuk funksionon pa sabër. Duke pas parasysh rëndësinë e sabrit, edhe në fjalët e Allahut, edhe në fjalët e pejgamberit alayhis salatu wasalam, ne e gjejmë se kjo vlerë e rëndësishme, ky adhurim i rëndësishëm, fatkeqësisht mungon në jetën tonë përditshme. Prandaj, nëse kishim më bëu një listë të asaj çka na mungon shoqëni sot,
Çka na mungon? Mungon se dunja mungon, s'ka mundësi ketë me i pas. Unë mendoj që ajo që e kryeson listën për asaj që na mungon është durimi. Durimi nuk ka vetëm të ndruar nëse me po sabër, për shembull, kur të smuhesh, kur des dikush. Jo, sabër është për te kësaj sikur se kam mesharin inshallah përmes pikave. Nëse të shumë që kemi sabër, munges sabrin në komunikim. S'ki sabër për shembull fëmin tonë me ngu deri në fund. Mirë e mora vesh. Ngaje, jo për faktin se si të e kuptu, po jepja mundësin shprehje që të njeti lirë në komunikim me ty. E shumë ma pak po kanë sabër fëmijët me prindët e tyne. Veçanë kur e bën një mosh, s'ka sabër me ngu, s'ka sabër Allah me ta me bo, s'ka sabër me ta me najt. Apo e shë që ka problem sabër. Në mungon sabër në komunikacion, s'pret 20 sekonda edhe nështë një këmësori si aqën rrugën, një semafor se respektan, një vlasë si aqën për parsin, bërtet, nervëzot, krejt procesi është në 30 sekonda, në 40 sekonda, maksimum, ja po, mirë përshen që vlën për imrena shumë shpejt. Në vlimi është shumë i shpejt. Pse? Mungon sabër. Sabër në edukim në fëmijëve, me eduku fëmijë duhet sabër. Në sabër në përkushtim, të shë që mungon sabër në edukim të fëmijëve. E shumë tjera. Sabër në ndështë edhe në problemet e përditshme. Për pak çështja mundi me u përfshin konflikte, problemet të panevojshme, që pastaj gabimet janë të pariparueshme. Nuk mund të kthehen mbrapa pa çështje. Nga se ndoshta mund këtë pasojë fatale Allah na ruaj. Prandaj mendoj që ka do të shikosh jetën tonë të ashtu që sabri është i kërkuar. Ka do që të sillesh ashtu që duhet me bëu sabër. Madje të ndëruar sabri nga perspektiva islame nuk ka vetëm në këto që i përmena. Nga se këto që i përmena zakonisht janë të natyrës së problemeve, të sprovave, fatkeqësive. Jo, sabri është i kërkuar edhe në pasuri, jo vetëm në fëmijë. Na duhet të mësoj çysh me bëu sabër kur kam, jo vetëm me bëu sabër kur s'kam. Çysh të bëj sabër kur jam i shëndetshëm, shumë më shumë se kur jam i smut. Se sabri është vepër, është begati Allahu që ka thënë pejgamberi, kujt i është dhënë punë e madhe atë. Madje të ndërozur kur Allahu flet për banorët e xhenetit, kryesisht emëruesi i përbashkët i shkakut që i ka qenë gjëratë të sabri. Selamun aleikum bima sabartum. Selamun aleikum me lajke të thënë. Pse? Qa keni bo? Astim pse keni agjeru, pse keni falë, krejt që ka keni bo e përmbledhen bima sabartum. Pse keni bo sabër? Për që tapë, pse keni bo sabëra? Pastaj Allahu sanë kërë thëtë, wa bashiri sabirin, për zëj besimtarët, ja ke myshë dhe pëllë të një, ja ke myshë se punë të mirë i kanë. Sabrë. Madje Allahu Azza wa Jall pejgamberi tash me çka i kanë imu. Kur ka qenë probleme me Kurajsht, probleme kur ka pas me tjerët, me çka i kanë imu? I ka thonë fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'jil lahum. Bon sabër sikur se ka bërë sabër pejgamberi për atë, ka aq punë me të imu, me të shkëlluar me bë sabër. Dhe bën të sabër pejgamberi alayhi sallam. Dhe me sabër këshillon të edhe pasuesit e tij. Kur persekutohej Sumeja dhe Jasiri, të parët me dneke që janë persekutim të tmerrshëm bizur, çfarë thotë pejgamberi? Sabran ana Yasir, fa inna maw'idakum al-janna. Bani sabër o familja Jasir nga se vënin xhenet keni më pas. Do të them që sabri ka qenë si një ngushëllues, një forcë inkurajuese, frymëzuese, e vazhdueshme që e ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në jetën e përditshme përkundër të lashëve që i kanë pasur të sprovave. Andaj, gjitha këtu udhëzime nga Kurani, nga pejgamberi alayhi sallam, nuk janë udhëzime vetëm çka me tonë diçka bë sabër burr. Jo nuk duhet kështu me e devalvu vlerën e sabrit. Nga se na ka njerë për shembull në përdorim të tepruar, s'pam tepruar, po të shpesh të disa gjërave i devaluojnë. Për shembull, të ndërozë. Unë kam vënë nga përvoja xhollarët e din nga përvojat e tyre, kur dikush për shembull një këshill. Unë gjithmonë këshillat ku t'ja thotë 1 2 3 4 në fund bodo, 1 2 3 4 5 bodo. S'ka mundësi me pas këshill që në fund s'ka bodo. Apo. E ndozi ku mos dikush më thon, po do apo di po çka? E çka më shumë? E se apo ka boldon, çka po don ti më shumë? Apo. Andaj dikush që bodo ka devalvu, apo edhe se marrim si një farë fjale, po mos i spas çka më thon apo do.
Jo, Allah, nëse të mëllaj ka bëllë donë, këtë kryën. I jensurkumullahu fala, ghaliba lakum, nëse Allah ju një iman, ju përkra, ku shumë unë? A ka sprov që ju më poshtë, a ka sprov që ju të përpara, a ka sfit që ju gjynëzën, s'ka? Andaj, duhet të fjallë marë seriozisht. Kanë për shamë të ndërëzë e shata ajete dhe hadithe, për shamë, nga përdërimi shpesht, pa e di. Ka dalë Allah, ka dalë se, s'pëdhëm që nuk e din. Pa kemë nëjë nështë ta pari kujtim, nështë është një mësim që se ke dëgju, një uzim që se ke kuptu, ka dalë. Ata ibn Abi Rabah, thot, ka qenë nga fukahat e Mekës, nga djetarët e Mekës, bene ka pas dekret për halifës që për punë të haxhit në Mekë nuk jep fetva kërkush pas Ata ibn Abi Rabah. Në këtë vakt me unë këtë dekretën në punë e madhe, jo në atë vakt që ka vlu për ulemave e njerëzve devotshëm. Nga koha tabenve, tabenve, kështë mëra të parëve atje. E këtë thot, me këtë dije, thot, ndodhë që dikush prej nxënësve dijes, student, thot, ma thot një hadith, thot, vallahi, kom dëgju para se me lindaj. A hera bebë, së kom në kom një hadith. Thot, mirë, po e dëgjej, po thuaj se është hera parë. Po thot, dikush ka thonë pejgamberi, e të thot, ka e di, ka dalë Allah. Respekt bërë spaku kryje di në fund hadithin. Ka thonë Allahu xhallahu ala, po e di. Nga i ajeti, nuk dijet. Nështë Allahu ta mundësën me kuptu kësaj radhe, ndryshe nga e që e kuptuar në parë. Ta plesën Allahu kuptimi si bereqet të dëgjimit dhe sabrit me dëgju, për shkak se herën e parë është ose ke pas sabrin e mjaftueshëm. Dhe i të ndrum, na kemë nevojë që vlerat tona, temat kryesore, mbi çka ndërtohet realisht sqarimi i shumë udhëzimeve të shpalljes, kemi nevojë që me ngu mirë, ka dalë edhe për sabrin. Nuk është temë konsumuar sabri, nuk është temë trajtuar sa duhet. Po s'kishte me qenë e kështu pa një të përditshme, apo? A ne ka njëre dhe kemi në anën tjetër, ka edhe keq kuptim të madh të funksionit të sabrit të përditshme. Zakonisht për shembull, kur agjeruesi eskalan, nervoz, ne arsytojmë, në gjinushëm është. Jo, nuk bën me arsyetuese, bashkë që në gjinushëm në konë ditërushëm. Unë me kuptoj njëri me eskalu, kur nuk është agjerushëm, se kur është agjerushëm. Për shkak se agjerimi është bo pikrisht për frenim dhe për dominim të eskalimit, mos me leju. Andaj, edhe kemi injorim të temës, por edhe kemi keqkuptim të saj dhe kemi devalvim. Gjitha këtu probleme shumë tjerë na bëjnë që na duhet me marrë me këtë temë, na duhet me marrë me këtë çështje. Që sabrin bashkëketet në tonë, sikur se përmana, në komunikim, mjet bashkëtorë, në gjinin familjar, raport pritnor me fëmijët e tyre, fëmijët me prindët e tyre. Me kujshit me bëu sabër, në rrugë me bëu sabër, njet me bëu sabër, duhet sabër. Dhe udhëzimi për sabër të ndërmuar, nuk është udhëzim për pasivitet. Kur s'ki që ka banë për sabër, jo vëlla, ne kërkojmë sabër aktiv, sabër që realisht nëzit vepra, o vepra të matra të dura që i ka pasojat të kalkuluara, jo veprimet pa kalkulume. Sabri mungon atëherë kur njeri vepran pa kalkuluar pasoja. Ndërsa sabri mundson që veprin me qenë me pasojat të kalkuluara. Ç'do dallimi? Unë veproj, nuk ka që nuk veproj, edhe kur bëj sabër, mirë po i kalkuloj pasojat. Nëse ka diçka që mund të jetë më e madhe se ajo që më ka ndodhur, pse më veprova atë? Këto kalkulime të nevojshme nuk janë mundshme për atë në njëne e sabrit. Andaj duhet të them që ka shumë fusha ku na mundën dhe duhet me bëj sabër. Çështja tjetër para se mia të ndoshta boshti i temës është të ndrozur tema e sabrit në xhirim është ndoshta nga temat më të qelluara dhe shumë të duhura. Na gjatë agjerimit të ndërruar vëllezër, dhe kjo është një dobi më ne që duhet shumë mirë ta kuptojmë. Ibadetet që na i kryjmë me vete kanë ushqim për besimtarin, potencial që e forcoj. Agjerimi për shembull, a bëhet pa sabër? Nuk bëhet pa sabër. Domethënë, ne gjatë ditës së agjerimit, çka më ndodh? Ne akumulojmë sabër. Sabri që e kena për shkak të agjerimit është shumë më i madh se që ka nevojë për të agjerimi. Apo më kuptoni? Domethënë, sikurse njëri në tregti,
Çdo njeri kur hyn me bot tregti, punon, angazhohet, investon, apo fitimi i tij është shumë më i madh se nevojat e tij elementare me ngrë me pi. Apo pse vazhdon ai ende me fitu pra? Nëse i mbulon nevojat e tij elementare, me ngrë me pi ki, me flet ki, shtëpi ki, pse pra po vazhdon tutje? Kalkulon për situata tjera. Po nuk i dihet, do të më shku atje, me daltor, me shku, i kalkulon situatat për te asaj që e nevojshme. E po këto kthehet tek sabri. Sabri që e kemi të akumuluar përmes agjerimit në Ramazan është shumë më i madh se sabri që duhet për agjerim. Një pjesë duhet për agjerim. Me pjesën e mbetur çfarë bën ti? Ose shfrytëzon, ose i humb. Shkon. Prandaj na akumulojmë sabër në agjerim. Pastaj këtë sabër dikush e shfrytëzon për matutje, edhe e menaxhon jetën dhe e organizon me sabrin e akumuluar, e disa tjerë çka bojnë? Ju shkon çashtu. Ka sabër e akumuluar, shkon dal edhe nga se sabri është çashtu sikur se rryma. Nuk mund gat me majt. E mohon pak pa e shkon, ose shfrytëzon ose ajo humbet, nuk ka mundësi atë. Prandaj të vëzën ne do të mëqum, që nga ibadetet apo me përfitu energji, me përfitu potencial edhe për punë tjera. Jo veç për shembull me konsideru mision të përfunduar veç kur e fal namazin. Jo, namazi shumë në mirësi tjera. Hajde tash me këtë mirë çka më bëj hala. A mundem mu pajtu përmes namazit, po mundemi. Hajde pajtohemi. A mundem për shembull të më produktiv për shkak të namazit, po mundemi. Hajde të bëhemi. Shfrytëzojmë maksimalisht potencialin e adhurimeve për të produktiv jetën tonë. Kjo është shumë e rëndësishme. Ama kur ti e kufizon potencialin e adhurimit, vetëm në zbatim të adhurimit, atëherë kjo bëhet problematika. Në këtë potencialin e adhurimit është ku? Te zbatimi i adhurimit. Po zbatu adhurimi, përfundon potenciali, u kry. Edhe sabri, sa të ngjirojmë, u kry. Kur të kryjmë agjerimin, sabri s'na vjen mo. Jo na vjen shumë, se shumë sabër akumulojmë përmes agjerimit, nëse kuptojmë. Shumë. Ki mirësi Allahut është apo. Andaj duhet të sabër me përdur, jo vetëm për sprova, jo vetëm për këtë. Por për jetën e përditshme, çdo aspekt. Dietarë ka folur të ndruazur për aspektet jetësore ku duhet të jetë prezant sabri, ku duhet të masim sabrin, a ka sabër ajo? I kam rënë disa aspekte. E ndua për në disa për tyne, edhe me disa udhëzime praktike qyshme e përdor sabrin në këto aspekte, që ta kemi një qasje më të kompletuar lidhur me këtë çështje në aspektin praktik, jo në aspektin teorik. Do ne pak me kon më praktik. Për shembull të ndozur, nëse lexojmë për sabrin Kur'an, të në Ramazan lexojmë shumë Kur'an. Shpesh e lexojmë sabër apo në për Kur'an. Nëse lexojmë për sabrin Kur'an e shumë që fillimisht po. Kur'ani thret qëtimi të durueshëm në sprovat e dunjos. Dunja ka sprovat e vet. Dhe kur ti ki sabër për sprovat e dunjos, qoftë ato që Allahu xhallahu ka përmend, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashir as-sabirin. Ka më shruka ka ban. Me frikë, apo me uri, të mungojnë antarët e familjes, të mungojnë frutat, begatit, mirësit, apo të mungojnë çështjet elementare tjetër nga ne mungojnë, wa bashir as-sabirin. Dhe pastaj shikoj këta sabërlit të ndërozën. Domthon çka kanë thonë? Alladhina idha asabatuhum musiba qalu, ata që kur i godet sprova çka thonë? Te Allahu jemi. Pse ata thonë Allahu jemi kur i mungon diçka nga dunja? Nga se tek Allahu kur shkojmë që atje punë të plota, në dunjë mangët është. Apo dunja është e mangët. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Këna më shku tek Allahu, tek Allahu kur kthesh, s'mungojnë begatit. Tek Allahu kur kthesh, s'mungon i afërti, nuk desaj më kur. Ama sa e ndonjë ku të që ka bela. Prandaj, na duhet me u eduku në frymën e asaj që t'jap me kuptu çka o dunjaja, vëllai. Shumë rini sot nuk e kanë parasysh çka o dunjaja. E kuptojnë dunjën arktim, kënaqësi, apo dëfrim, lëvizje, shëtitje, begati. Dhe në momentin kur i qka pak mungan,
thot, spornohet, sporrijet këtu, apo, sa për Allah, dunja është thot, hajtë ka thëmë dikun që shkan dikun, hajtë shka dikun jashtë, a kejti kia të në tavlin të gashme, edhe të mungon dhe qka. Po, nëse këtu për shambull rrin, të mungon dhe qka, ama e ki familjen, e ki gjamin, e ki fel, e atje shkan, sofën e ki matë mosh se këtu, gjepin matë mosh se këtu, ma familjen se ki, tash matë, cilën po dan me hupe me më fitu, gjithë kënë mungon dhe qka, gjithë kënë mungon dhe qka, gjithë kënë. Kur kënë dunja nuk ka dhe qka që e komplet, e pa mundë shmar, sërte mundë shmar, sërte mundë shmar. Një profesor thënë të, ka qenë në Afrikë, me majtë një ligjerat, edhe tha, tema ishte, dëmonë, ka kujtë për zekatë, për tema, që një seminar se më rëndësi, edhe me një men ku, dëmonë, 6 muaj ditë bjen shi. Non stop, shi, bëk, ato gjunglat, ato, qëfar gjelbrimi, qëfar du. Tha, unë një spjegësha për zekatin, edhe dini, zekati i tokës është, dëmonë, djetë, nëse ujtë qili, jepët zekat ndryshe, nëse ujtë ti vetë, jepët zekat ndryshe, se ti ke shpenzu dhe për ujtje, normal, Allah dy fish të merë, pozi, ato, dhe i kënë zekat të me. E tha, po besin, e që shibjan, tha, dëmonë, vetë me ujtë, ato s'dishin, tha, me qilë bunar, e që së ke me qilë bunar, e ke balë bjen pisnati, e dhe këna qilëm të në bunar, në rabit me qilë bunar, së s'bjen gjithë për qilë, me ma në akumulu. Ata, se kur dëshim bunari, ata se kur dëshim zhvim bunari, e ju thëra, përshat dunja, përshat. Po tha, neve ne ka për Allah tukën e gjonë, na bunar bëjmë, ama gjënë kena me mjellë, ama ju e keni ujnë pesnalit, ama tukën se keni gjënë. Keni drejtë shumë, për e drejtë me bu tukë, plesha për me mjellë. Andaj donë, dikujt e ka për Allah ujtë, po se ka për tukën. Dikujt e ka për tukën, po se ka për ujnë. Dunja është e mangët, kur kush ta mangë të zbohë ta. Andaj, për mi plëcu bëshlëqë të dunjas, duhet sabri. Duhet sabër apëta. E dunja po flet për që të tila. A i duhet me duku fmit në aty e dunjas. Dunja këmë pas zë shka. Njëri që fletë shto, që të mashtrojnë, ka njerës dyftysha, ka kështu. Pregaditu. Mëse pregadit spionit, për shambull, veç qysh me u knaq. Shumë prind kujdesën për shambull për fmit, veç kuptimin e aspekte material. Teshat, shkollën e mirë, çantën e mirë, këpucët e mira, telefonin e mirë, kështu më radhë. Jo, kjo s'është pregaditje, kjo lastim për jetë. Kjo është lasdrum, kjo nesër pak me u zhyt këpucët me llaç e i kanë. Jo të pregaditën, dunja ka dhe llaç, ka dhe baltë, ka dhe ujë, bjen shije dhe lagësh, apo dunja është ashtu, se ki babën me ta maj çadrën gjithmonë, lagësh kere, ka ru çadrën borçull. Mësaj e ka pak që. Ama lastimi tani bëhet, për shembull, po dëgjojmë, fatkeqësisht shoqërinë tonë e pa paramendueshme ka qenë. Me lujta që matlik tonë pleqt, Allah i rujt xhenet e qoftë, apo që ka rujt fenë, ka rujt dinën, ka rujt kombën e gjunë, ka rujt Zoti shpërbleft. Mi pyeta për shembull, a ka bëu kjo në vaktyr me pas vetvrasje? Në çfarë kjo Allah? Që shikon njëri më mirë vetën e vet apo? Ka qenë koncept gati i panjohur. Ka pas një rast, po gati i panjohur. Sot shikoj statistikat ato. Sa ka vetvrasje mëse? Edhe këtë kryesisht 90% rini. Apo, pse? Se ka kuptuar jetën çfarë. Nuk është i trajnuar me bëj sabër në sprova dunjas. Ai as i ka kuptuar sprova që dunjaja i ka, e as i ka kuptuar sabrin që duhet pasur për me sprova. Prandaj për shembull bën vetë pse e kalon një dashnore. S'ka jetë pa ta voj. S'rënohet. Wallahi në kohën djalë në xhami. Sa kom të tuta më vratha, po e kom ngulli ligjërat tha era të teatrit. Kush e kujtëzoi dash që dikon po publikohet në rrjetet sociale. Se më mëno, 25 jarë, pasha Allah i tha ojë me kanap të e më punë. Tha se pse Allah? Tha një qikë këmë do shumë, në fund tha më lapë. Pa Allah i, që mi tha? Mi thonë, që t'je marrë be? Tanim, përsa mi thonë, së për mi marrë s'gjenë mo? A pëtën, mi thonë, po mire ki, mi thonë mire ki, që mire ki punë? Nuk të që mi thonë, më habiti, a pëtën. Që të thash, që shva njeri, thash, a ki nonën? Tha, po e kam nonën. A një thash, nëse jetës ka kuptim pa dashnore, ka kuptim me nonën? Ka kuptim me babën? Qysh thash, a pëtën, jetës të s'jep kuptim nona, jep kuptim dashnore. Qysh ke punë, mëlla? Po jetë jep kuptim, vla, prind jep kuptim jetës. Pastaj bashkërti e mirë, pastaj fëmija e mirë, pastaj... Që ta jep e kuptim jetës. Nëse që se ke gjetë kuptimin jetës, ku keme gjetë?
e duke e trenu kada alhamdulillah, më ka shku para ditë mirë, kada, po du që ku i ka situatë, no. Mja qitë vetë konopim, pse më kalon, ose për shembull ka bërtit, baba, del për shpisa. Bërtet o laj, baba shtë, a që ty të bërtet, që ty të përqau, nona që ty të henne, që ty të qafë, prindim ta. Andën, ama ja, nuk u dzën, tash me këto rregull të reja, po, prindi mu përzin jetën timet për ditëshme, 6 vjet i ko. 10 vjet, apo vjen, thot, shumë stres. Ku e mora ta stres, Allahti? 10 vjet. Allah unë qështu një, a një dhe qështu, po ka bëja, po. Unë qështu një, vinë, thojnë, stres. Vjen prindë, gjalli ta shumë i stresum, që ka, që i stresum, më kështë i ka 30 vjet. Jo, ta 10 vjet, po, në shkollë, ta po stresohet shumë. Se në shkollë shkollë që të jena, herë në ka shty kushe, ta ka qitë komën dikushe, ta ka marrë fletore dikushe, shkollë e, ndonin sen apë. Ama shumë të lasum, shumë gjamit, pa prekshëm, s'te prek thejet. Pse? I pa pregadit për jetë, Allah. I pa pregadit për jetë. Nuk i din vekët e jetës. Shikaj për shamë të ndëzër, që shë Allah në ka pregadit për jetë. Në ka pregadit Allah për jetë. Fëmiju në barkën e nonës, a është kamat, a është në gusht. A është ekstrem, kom, t'i ka, që është fëmiju në barkën e nonës? Në gusht, i strukum, gazep të kap me pa që është ato. A keni pa? A i normal, a i nuk e jeton këtë, nga rahmeti Allahut, ama të jeshe që edhe duke u formu, gazep formuot apë, të mi kalu që jetuan të njët gazepit. A i kuptojmë apë? Në katë kalek në linsane fi kebed, njën e këna kryuan në vështirësi, dhe i del ka rëbot, si del tani, jo gërshit e parkut, jo dhëm, jo kaj, kur rahat zmot apë, mi kalu që merhaban dë një apëtën, që kjo dë një apëtën? Fmi, që ka faja, që ka gjuna apëtën, pësa i me hek? Jo, nuk është hjekjo, nuk është dënim kjo. Kjo pregaditje për dunja, që të kjo arë që shtu dush më mësu. Ama lastimi për gdhelja këtë. A thani e gara, dunjaja për, këtë në qimir ku kejtë, se shkan kap konopin, që ka kjo për mëso? Që shi ka është pala pejgamberit, asëm? Të ndërëzën për shambull, që më për e bë një pyjtja. Një hafëz më bo, që ka bojmë në apën? Gëzuhemi, ceremoni, gjami, përmenë, elhamdulillah, du të shumë ja bëhë. Mirë. E pejgamberit, kër i karë dekreti që e pejgamberit, me qëfar ceremoni e kam prit? Allahu Gjellera, qëfar ceremoni i ka bo pejgamberit kër ja ka dhëmë pejgamber lëkën? Në shpil, e keni po qëfar shpil e kanë e pejgamberësën? Që keni po shumë është të ngusht, së në rrinë atë. E që aty e arë, Gjibrili e ka shtërngu fort. I këra. Ledza, dhe s'po këmë jorë mirë, njërit bukurën, i ndëruar Muhammed. Apo, unë jemi dërgu mi Allahut, që do frutat gjenitit pak fresko, pak, kam një lajmë, nuk vjenë, pak, a i ka aqë shtot? Ka mujtë mi aqë shtot, që si ka aqë shtot? Mi ka zu që fruta për gdhelje ma vonë, kejtë kimi pas, ta është zori, ta është puna, ta është sërsteti, s'ka ta është lëstim, apëtën, i kra, ledza, këj raport, s'din që o ka bot, njës pishkojnë, pejgamberit a nësama pa. Halasu këfil mirë, shku shpi, ethet e kanë kapitutës. Problem? A i ka thënë Allah, Gjibrit, linë 2 javë të merë vetën, se një me pak, ja e në mu dethir, ja e në mu zënmil, ti që jem lu, kum fendir, se, mishën i madha ta. Ilna se nun këja leke kaulën thekila, ne këna me zbit një fjallë të ronë, pregaditu, kjo fjallë është të ronë, nuk ka fjallë e letë. Andaj pregadia për dunja, dhe sabër në dunja është poshtë, që rëndësishëm, du në bugati, dunja ka të mira, ka rati, i ka vetat, gjithu, diju, që shma musil në dunja, është shumë e rëndësishme. Andaj në duhet sabër, dunja gjithë shka kanta, në duhet sabër, i një mund dikuj tanë kuën në fund të këtë shpinin, sabër. Andodhë që shtot, kujdeset për e vlatë tanë kuën, shpirtin e ja për ta, njëse për të janë fund të lenë, që ki me bo tash? Me ronë depresion me pi hapa? Sabër, në gjenet Allah të kompenzohë, që ki me bo? Mirë po merë mu të shpru, me kënë cishë që në ndodhë njëtë përditshme. Andaj për që sabër në të fullën, të jetës e përditshme, në jetë keqë që në bëjmë akija. Për këtë fullë Koranit të në vëzë. Koranit fletë për një lejtë të sabrit, të sabri në kërkesat e psharaka që i ka njeri, duhet sabër. Njeri ka shumë kërkesa, epshi ka shumë kërkesa. Nëse nuk e menagjan këtë epsh me sabër, s'nalët e të libë.
nuk nale duke kërkuar, vazhdimisht. Nefsi nuk ngopët kur së ngopët ta. Jo. Prandaj të vëllezër, njerëzit kanë kalu nga kërkimi i dunjas në adhurim të dunjas. Nga plotësimi i kërkesave të epshit në robni ndaj epshit. Që kjo tranzicion është problematik sipas konceptit islam. Ti je rob i dunjas, i varur prej saj. Ti përgjigje gjitha kërkesat e dunjas pavarësisht, për shembull, a janë në rregull, a janë parimora, a janë parimora, çka problematika. Njëherë djali i Omerit, radhiyallahu ibn Omeri, ka ble rrosh në treg në Medinë, po se ka pas kohën. Që rrosh, kam pru pishamit. Që tash, hajmë rrosh në ndator, no? Barëmena. E hajmë, qësë, mirësit Allah, elhamdulillah. E ai ka ble rrosh, ka lakë, ka ble rrosh, e ka qënë shpek. Omeri ka thonë, qa kjo rrosh? Ka thonë, valla, ishtehejtu, feshterejtu. Apo, lakmova edhe e bleva. Lakmova e bleva. A ka diçka të keqe këta gjyna? Jo, në rregull është. Omeri ka dashur gjithmonë me pas edukativa, po. Ka thonë, e kulle ma shtehejtu, shterejtu. A krej që lakmon të blena, a që s'kosuin të mere e gjipina? Ka dalë e burë. Se me kona është të qka të lakmon blenë, s'dalin parët dënjas. Andaj që ta, për shamu, nërë të këshyrë, të po, e ka balë mirë, e ka telefonet, i shdole i riri. A në qaj që ju dole, këtë qasë bëjë. Kur që si duhet? A se të që se ka shpytu 20%, ama duhet e pas të rivina. Qa është të për shamu këna kjera, qa është këna shpija, jo që në vynë. Ama duhet me pas. Duhet me pas të të rejnë, duhet me kalzua ati që ne këmë. Që tu duhet me bu sabrën. Duhet me bu sabrën, ato. Bëna që duhet, ato. Bëna të që të vynë. Zgjanohu sa të dush, kur shpët nalë. Ama atë vynë, atë krymë punë. Krymë punë. Me kumë për shumë që kush që bënu thimet larë këta, adim këshon ka punë nga vime, i duhet një kërë me njërat, normal. Ama kush në rritaj? Bile kur del për ta me dhe s'kirë me taksi, a kirë në ka 50.000 të dira. E qatë vynë, Allah? E shqet duhet, Allah? Kur rënë që atyve që e kap korezion, e kap ndryshko. Andaj të në vëzër, nefsi njerit, duhet me në gjithë me sabra. Pasuria, epshi, autoriteti, gjitha, këtë kanë qef njerë me pas, po, duhet me në gjithë që duhet. Andaj, Allah ka përmen se pasuria është sprov, pozita është sprovja këto, duhet me di që mësim me to. Faktori kryesor që të ndihmon me i menaxhu begatit që duhet është sabri atë. Faktori kryesor, ajo është forca menaxhuese. Tani, ai që ka sabër, të ndozën, s'prish punë sa para ka. Hes prish punë çfarë pozitë ka. Hes prish punë. Një sikurse keri mirë. Keri mirë për shkak se ka frejt e mirë, s'prish punë sa ka atë që shkon. Se frejti ka ajo mirë. Ama keri për shkak që vetë 60 nurë shkon. Hiç më shumë. Ama frejt ka. Malë qatë me 60 më përplasë, ka gjafar të shtatën. Apo? Dhe së mërën si kush sa ka, dikush përshamë me pak, pa sabër, banë kërdi ma shumë, që dikush me shumë me sabër. Nuk e çështja në shifrën numerike, në potencialin që e ka të durimit, në forcën që e ka të durimit për menaxhimin e jetës së tij. Andaj Islami nuk mirë me shifrën numerike, sa ki me pas, o me sabër e sajfin. A ki sabër, a dine menaxhu, po, merë. E qysh menaxhohet për shembull sabri në rastet kur ki. Jo përmena që menaxhohet kur s'ki. Me mësu qa dunjaja, rregull, ato që përmena se përsiti. Mirë, e kur ki qysh menaxhohet dunjaja? E pam qysh dunjaja menaxhohet kur s'ki, e kuptun? E qysh menaxhohet kur ki? Ibn Qayyim rahimahullah ka përmend 4 udhëzime të mëhnitshme ato. Qysh menaxhohet dunjaja kur e ki? Durimi kur ki, se jo kur s'ki. Ka thonë, për e ty në është e para, mos me unë bështet në të dhe mos me bështet me të. Në keq që ka ki, mirë të më, ama në lonë bështet të. Për shambull, të në rodhë. Me pas në gjafë shumë mjek, a o mirë. Mirë është. Ama mos me na që nëse ki ma shumë gjafë shumë, rëndën më gatë. Se i kom të mjek ata, si të tiri me një, Allah, s'valët të më. S'valët, po, bosh është një mjek, bosh është një të pasën, kanë të murë, bosh është njërën.
ama mos u mbështet në ta mbështetje që me nësa ata mune me ndëshur dhe tetës, jo, apëta. Edhe pasunia që është, gjithë shka që është. Lecon punë, është vërtet. Mirë po vendimin përfundimtar, për ty që ka më ndodhë, ka më bo, Allahu me caktimin e ti. Jo, aje që ati tjemë. Në shumë njerë për shambull, mbështeten në atë që e kanë, e harun Allah në azogjen atë. E harun Allah në të marë të. Për shambull të ndërrodhë të vëzër. Që e përmaj fëllëm që po kam që kujdesh me kohë shumë praktik, jo shumë regula argumente, praktikam. Që për jallon një test, provojnë një shpik kërë shka njetër. A bën ma shumë dua kur kije, kur s'ti. Allahun e lutë ma shumë kur je shnosh e kur je smut. E din nga. E din. Gabim. Po të dikush, hojqë më sugot se ku përdin që a dine, po e di jone. Po e di vetë që a bojmë tonë, po në që të. Qysh lutësh kur s'ti, e që lutësh kur kijat. E nëse për dikush, e që ka më lutë kur kam, e po që të bëllim jonë. Që të, se nëna mbështet me pasurin, e sa të kam, kur i pun, kur s'kam, apo, e zbën. E thësha njerë njonit, kështë intelektisht ngritën atë, po me grada, thash, kur lutësh, Allahu të barë gotala, harra që e profesor doktor. Ndasë me të përgjë Allah azë gjerët. Ja? Se mu lutët, më thonë, hoqë, unë janë një profesor, kam përvoj, di ka pat, po ti ma me ja. Te Allah s'ka ashtu. Të Allah se një thënë që unë e di pak, po ti mësa ma shumë, unë zdi kërë zëtë në thënë atina. A këtë? Se nësë është Allah të barë, ja rab, unë e kam dhe pasuni temën, po me adhonë të do tonën bëhet mirë. A arë doa mirë që është dhëtë? Ja, që në Allah të unë e kam, që ishë dhëtë? Po ti, babës mi dhonë kështë o marrë, mi thënë. Babës, që ti ke vëtu vetë pasunin. Babë i kam dhe parët mi, ja, me babën është babë që ato që i kena, dhëtë me thonë. Që minimum e pëtë. Me babën nuk bëllë si muhabet, jo me Zotin të barek vëtë alo. Andaj, mos u mështet në qaki, mështetën e Allahun të barek vëtë alo. Mos u mashtro ma qeki me haru Allahun gjendë në wala. Ma dje sa ma shumë qeki, kujtoj Allahun ma shumë. Sa ma shumë qeki, aduraj ma tepër. Që kjo është produkti i duhur. Pasuria, pozita e shtojnë adurimin. Të na është e kundërta. Të është e kundërta. Respekt për kryetarin, Allah shpërblet. Po na e natë neft na familja jonë jenë, apo? Në e shumë që dedjej falet mirë, si të mërë pozitën, asë gjumaz vjene. E ta shka u? Ska pas, su kon kërku sheq, apo, el saban dhe keme qenë gjamin. Tash ka bodo pun pare, tash, apo, se shenë gjami më. E ku i, në zonë, që ishë bënë zonë, po ti që ato që i ke bodo dash me tru që tu, se që ato për që tu e me tru, jo me qitë për këtujt, apo. Nëse diçka të kanë zirë për gjamis, le, zbana ja, në du diçka që të kënë gjami, jo që të qëtë pisoja, më. Andaj, sa ma i dishëm, ma lërë gjamis. Këto e në kombinime djelzore, këto shejtani ka lidha, pra. Andaj, mësë më shtem. E dyta të ndruat vëzër është, të më thonë, mësë jep me marë shumë pa nevoja. Do njerës të ndruat vëzër, ishe, më thonë, jep për mësë do punëve, po thuaj se, krejt ata kanë me marë që ata. Së në merë, Allah. Së në merë. Për shemë të vëzër. Thënë të një prej djetarve, thëtë shkova në një ben për edinur të madhe, thëmë, s'kena për më nëmë. Edhe me komunitetin e ti, ata Arab, pa ta takimin në gjemi e kështë ma, fa po më thotë njoni, e kem një venit nef, në hisë tonë, si më thomë shumë i kësaj në hisë juve, apo, ka shjabës, e patinë se kem një, ama, multi, ma, shumë ka mo, ama kërë të në gjemi së kujë. Apo shkojnë me dhe thasë, ma si arti pja tjetë, nështë të dënë ty ka pak, e i flet ka pak, apëtën, e tha shumë aty, për flasë që është jam pritë, asë të vëdim, po, ma bet, e këj thonë, ka herë, alhamdulillah që ti ka pa Allah mundësi, dhe ka herë marë, ma bet shto. Tha, i nëziri, tha, $100. Tha, përshe që të hoqë. Wallahi, rast i vërtet, me vesh të mje koni për që ti hoqë që e ka bua kja, kjo është për djetarë të. Tha, i nëziri $100, tha, përshe që $100. Tha, po, tha, shabë me thëmë të vallalë. Tha, ko të më dhemë kry, tha, e qesë në balë më ka përcene, tha.
A kuptohet dhe në çfarë drejgje është thellu në mashtrimin e tij me dunjën. Vallahi s'ka përsan po do që ashtu. Kjo të ashtu dhimë të më. Vallahi kjo është në këngdhimin. Andaj, sabër me pas, me ditë komunal dikon. Valmo. Dikon të komunal. Do të me ditë ku me frenu. E kalon gjamin, e kalon familjen, e kalon prend, këtë të vrapu. Mire, ku komunal më dikon. Kur kimi dhon veti hapësirë me shfrytëzuar që edhe që ke investu kur. Aha. A që ashtu i djersit me dunjas kemi në vërë. Slanas hoxha me të hek djersit dunjas, asa e s'ta hek djersit, që e lunë dunja. Kur kemi hek atë djersit? A dhejtë e vëzër, duhet me punu, duhet me angazhu, ama duhet me frej. Duhet me frej. Sikur që e përmen, Ibn Qayyim rahimahullah me një rast, thot, shembulli që ti që s'ka frej, apo? Thot, është sikur se shembulli një digje, brana, që shë të një, apo, pa jo, penda, a të një që, brana. Me pasë, ke pa jo, është rrezikshme, është shumë e mirë, po, du të me di këmë aty me qua të ka pak, se me lonë gjithë kujtë me rëqaf, para më në melon aty të diga, përgjes, një njëri cili punën me emocione, afta. Me emocione të di. Jo me dije. Thot, peqej pak, ja, me gjëne edhe pak të shreja, se i vinu uje, edhe pak, e ti merë qofë këtë me uje të kushtë. Apo? Du të me di në shu, apo du me pas frej, se u i vynë, po kur bodhë shumë, të me rujtë. Andaj gjithë që kanë dunjat, të më dhe, qëka të kofte e dunjas? Duhet me di, me pas, me shu ka pak, sa duhet. Me shu shumë, të me rujtë, merë dunjaj, apëtë. Andaj sabër në përdorimin e digës, sa me lëshure, sa me nalë, e ka me ecë, sabër me pas, me ditë me përdor digën apëtë. E treta sabër këta duhet, kur kena, nuk kur s'kena, o kur kena, e treta është, me bo sabër që, ajet që kena, mos më në pengun nga obligime që i kemë dhe Allah të aso qërapë. Me di që, me di, unë i ceka shembujt e te para, te lyta, po dhe këtu është pike veçantë. Ta unë me di që, hapë Allahut nuk të tërsot kërë, sot është të kjefi. Na në islam nuk e kemë këtë qështje të lidhur, për shambull me pagjes. Për shambull dikush marë me thonë, shumë parë, ka miliarder. Marë të vëgjohë me thonë që, sa kushton në gjinimi? S'du më gjinu, nuk arsye fetare s'ka, ka arsye e psharake. Sa duhet la me pagu? Sa duhet me pagu na? Hajtë për gjenim, një ditë, hajtë me në 5 euro. 30-150 euro. 150.000 për pagu. Vesh një dekret për i bashkësisë islame, që une i thëmë zotit që në hoxalar më kanë që shenë, a gudzën mi adhonë. 150.000. 150 tjerë pagujnë. A pagujnë fukara 150. Kur do koftë, i smuti, kur do që s'ka mund si në magjeru, kefaret tjerë sa. Shpagimi fidje me pagu sa është, hajde pëllëm 150 euro, maksimumi, 5 euro dita. Apo. A do burë, 150.000 për e vëllapëtën, për parësi islame që adoni, për një gjemija të. Veç, jep ma fetvan që, une, këtë punë e kom, a gudzën mi dhonë? Ja, 150.000 për t'jep, a zgudzën Allah, pëse? Përshka këse, ato 150, apo, jënë kur Allahu Gjellu ka dhonë leje. Ndërsa me shkel leje në Allahu Gjellewala, dënjon me të dhe zguzanar. Dënjon me, qa ka me leje, lirë është. Qa pa leje, shrajt është. Zguzaj pa leje me dhonë. Nga se na zguzajnë pa leje të Allah me folat. A tjerë flasin pa leje të Allah të zgjell. Didje ka pas ndalu me abortin, e shohen që po ikin pas ust, po ikin njerë, e lejom që një mor me vetëm. Apo? E ndalu me kjo punë e gjinive njëjtë e kësë më radhë, do të rishqytu me këtë mundësi se s'met kush na kur kush mos me betë musliman. Heq, Allah na ujtë, që s'në do dhe këse, do një po botë musliman, ama të ndërozat kur kush mos me betë musliman. Na zgudzune me anë në gjinime. A për në hoqëllat më mledhë dhe me thonë qërë mura, a përshin e Allah, feja u bojëron, në të njësët problem me praktiku fejnë, haram, kjo, falun, gjinë, s'po mune njerës Allah. A bërme një fejë kështu të ndreqët pak ama, ndreqim pak ama, e regullojmë, e qetin pak fejnë ama. A bën? Pra me hekum gjinimin, 30 e bëjna 30. 5 vakte e bëjna për shamu një vakt. Kur ki mundësi, ti qështë ti ki punë të falu, apo?
Për shembull, edhe bim një fe, a do të gjejmë? Për ballsoj për shembull tani, mushën xhamiat, mushën rrugët, vin kryetari falet, a guxojnë me buksën, a? Dihet për ja, Allah subhanahu. Çi vini për informet apo? A mund të sonë rroj për këtë punë, apo? Nga se çështu ka lip korrekt. Ndroja pak, se është i kjo fat më zë idhet, ndroja pak. Këtë Kur'an, ndroja pak apo. Çka tha pejgamberi? Ma kanë dhënë në bedila. Sum të kam ndru mua, se fjala e Allahut është kjo. Mos ndrej këtë punë. Ai të ndrozë hapi Allahut nuk shpaguhet me kurrë. Absolutisht me kurrë nuk shpaguhet. Nuk lahet me kurrë, pas ma që ka thënë Allahu i madhëruar. Andaj në pasuri dhe në kamje bëhu i durueshëm në zbatimin e unat të Allahut. Përkundër asaj që mund të kesh edhe mund të posëdash. Dhe e fundit të vëzë aja që na duhet me pas parasysh të sabri në kamje, jo në skamje, po kur kemi, jo kur s'kemi, është që atë që kemi, të kemi sabër, mos me leju me kalun haram. Mos me leju me kalun haram. Për shambull, ata ka për Allahu shnetën, mos e përdojnë haram. Për shambull, gjuha, a është begati, duhet sabër për me përdojnë halal. Sa kjo është e mishë kjo, hershkën ato, herë këton, me ditë. Begatin e gjuhës me përdojnë, mos me ofendu dikon, mos me lëndu dikon, mos me përgojen, mos me pojtë fjanë, mos me nëqmu dikon, mos me shpik për dikon, që kjo është sabri në shfrytëzimin e begatis në të lejuarën dhe që ta pengosh nga ndaluara. Sytë për shembull, a në begati? Shumë, begati e madhe në sytë e madhe në begati. Sytë në begati e madhe do atë. I po milsun haram? Sabër. Të vetë që po mush me pa po këqyra? E që qanë nësë Allah të armerë shqitimin? A mush me pa të haram mu? Si kështë Allah e përmenë, për nësë Allah ja merë shqitimin, nësë Allah ja merë dëgjimin, kështë e u këthanë mu aftë? A dhe veç pëse ta kapë mundësin të ashtë po për haram? Edhe të veshit, edhe të pasuris, edhe të autoritetit, edhe të e kështë më ratë. Andaj të nërëvozën, do në kuptu se kërë me dalë për natë manuat. Kërë me dalë në logani për shdo dvogullet madhe. Andaj duhet një përdorë çështjet që shduhet, që të i gjemë që shduhet. Nga se vëllaj, qysh e ke bo kështot, kemë me gjithë ati jabëta. Kër e ka vendos Haxhaxhi nga tiranat e njohur ka qenë, Sejdi ibn Xhuberin nga djetarët e mdhaj të kohës së hershme të tabenëve, e ka vendos për me ekzekutu. Pse i ka thonë keq e këtij. A i ka thonë mu zbuzon me thonë kërkush keq e këtij. E ka pas pushtet. Ky djetaru po ka pas pushtet. E ka dosh me u tall pak me ta, dhe para se me ekzekutu për me e nënçmu mas pari moralisht, psikikisht pastaj edhe fizikisht. Ama djetarët, besimtarët nuk mush, ti mush fizikisht me eliminu, mush materialisht me i privu, po nuk mush moralisht me i dëmtu. S'mush, nga se e moralshmja është e brendshme, e këtu s'ka qase kërkush pas Allah të azogjelar. S'ka qase kërkush. Po, me mlidh munësh, ama moralisht me mëthis munësh. S'po thonë mu, po thonë besimtarin, se në heve Allah në falë. E ka thonë, qysh po ki qef me të myta, apo të në kom, a unë gjë, për në që hajgarëm. Hajgarëm, kjo është do mënë keq përrimi pushtiti. Ta ka dhonë zotit, ta po bënë qështu, po? Që kjo që? Dhe pse ta ka pa Allah, po bënë qështu, po? Në dëgje përgjigjen këti djetare, që është përgjigjen pyetjen tonë edhe në pikën tonë. Ka thonë, vrajmë qysh dush, qysh ki qefti, se qashtu qysh të nga bësh në dunja, këma ta bojnë e ty në herë e talë. Zgjedhe qysh po dënë në herë me talë. Qysh po ki qeft ty e ti me ta bojnë? Kush po thujta që të moralisht? Kush u gjënzu, kush? Aj, ma shumë se kjo. Qysh dush bëjnë ati? Ndash në kom, ndash mas qafe, qysh dush ti për ma mu? Qysh në ma bëjsh vallaj qashtu këmë e thunë Allah me ta bojnë dhe gjykimit ta. Ta shti vendasat. A e të ndrozër, nuk bani me keqpëdo që e ka për Allahu të pare këtë alat. Begatit, mirësit, autoritetin, pushtetin, forcën, dikimin, që ka të ka për Allahu gjellë vëra, ba mirë me të, ba kare gjonë të ka Allahu azë gjellë. Mirë me kalu kufit, me bo intrigën, me bo hilën, mashtime, dëmtime njerëzve, Allah e qështë të bëjsh ki me gjetëm. Si kështë Allah hëtë, wala i hejku el me krusejju illa vi ehli. Kuth, bjen veç ai që ka marrë, po thonë, që sot popull, e përktheva me popull. Apo ai që bën kurthin çaj ka marrën taptë.
Dhaj, të kemi frikë Allahun asgjë, të jemi të durueshëm. Kemi lëshimet tona, kemi gabimet tona, mirë po të mundohemi që ta kultivojmë sabrin për gjitha porët e jetës, edhe për atëherë kur kemi, edhe për atëherë kur nuk kemi, e për lëshimet eventuale, gabimet, Allah na përmirësoj gjithë. Fillojnë rastin e muajit Ramazan që të akumuloni sabër shumë, se për shkak ju duhet sabër shumë, ju duhet gjatë vazhdimisht. Prandaj lutem Allahun xhallahu që të na jap Allahu sabër e të na bën nga robët e tij, falëndërues për begatitë që na ka dhënë dhe të durueshëm në shfrytëzimin e begative dhe në përballimin e mangësive të begative deri në takimin me Allahun te barekuta. Faleminderit shumë dhe njerëz zotë shpërbleft. Allahu ju qof sevap xhenet këtë sabër që keni bën me më dëgju, se edhe kjo don sabër, po keni ka dhënë sabër alhamdulillah. E Zoti ju shpërblet të na takojë gjithmonë punë të mira. Selam aleikum wa rahmatullah.